صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على خير خلق الله محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فيا عباد الله يقول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم ويقول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه الشريف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما قال أو كما قال. Shumë të nderuar vëllezër musliman, fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e Xhennetul Firdausit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi taala wa barakatuhu. Paqja, shpëtimi, mëshira, mirësi dhe gjitha begatit Allahu dhul Xhelal qofshin mbi ju. Falëndërime dhe lavdërime çdo men që i takojnë vetëm Allahu xhelle shanuhu xhelle xhelaluhu, krijuesit të kësaj dynjaje, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahu xhelle shanuhu xhelle xhelaluhu, të cilin e falënderojmë pa janda dhe i bëjnë sejdë atij çka ka në qiej, mes tyre dhe në tokë. Allahu xhelle shanuhu xhelle xhelaluhu, tek i cili çdo krijesë për çdo nevojë vetëm tek ai kthehet. Salavatet dhe selam nderuar vëllezër, në këtë ditë xumaje, bashkarisht kështu si jemi ja qëmë dhe ja dërgojmë nuri dhe shpirtit të Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallamit. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Ati dhe familjes e ti të pastërë të ndershme, ashabëve, tabiinve, etbaj tabiinve, edhe gjithë atyre që ndoqën janë duke ndjekur dhe do të ndjekin në rrugën e ti inshallah ta'ala me të mirë deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër, sot do të kalojmë në komentin e disa ajeteve nga kaptina e Nahl dhe nga kaptina e Sejdë. Janë disa ajete kuranore të cilet tregojnë për më saktësisht për kategoritë e njerëzve sipas Kur'anit. Si ndan Kur'ani njerëzit, si i kategorizon Kur'ani njerëzit. Do të shohim aty raste interesante sepse Allahu dhul Xhelal është krijuesi njeriu dhe ai është njohësi më i miri i natyrës së njeriu. Sepse ai vetë ka thënë në Kur'anin famëlar wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Ne jemi më afër ti se sa damari i kësaj qafës tonë. Ne kemi një damar që lidh zemrën me trurin, edhe ky damar është më afër trupit tonë, si gjitha organet tjera të mbreshme që i kemi. Mirë pa Allahu dhul Xhelal kur don neve të na tregoj se kush është Allahu dhe sa afër nesh është, ai e sjell si shembull damarin e qafës, nuk sjell shembull tjerë, por sjell shembull damarin e qafës. Pse? Se ky damar lidh ato organet më vitale të njeriu, zemrën, qafën, e cila përmes disa damarve qarkullon gjakun dhe qërçon gjakun në tru e kështu me radhë. Ne jemi të më afër se sa çaj damari ju i zemrës tuaj. Para mendoni sa afër është Zoti afër nesh. Sa afër është Allahu me njeriu. Më afër se damari i qafës. Edhe ne e dim se çfarë natyre keni ju. Ne e dim se ne ju krijuam juve. Ne ju bëm për njeriu të parë, ju bëm fise dhe popoj dhe kombe që të njiheni me zvete. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Ne ju bëm nga një mashkull dhe një femër, edhe ju bëm popuj dhe fise lita'arafu, që të njiheni me zvete. Ju bëm të ndryshëm, interesant. Kjo ndryshueshmëria është rahmet. Pse? Se sikur të ishim një krejt nuk do interesoheshim për njohjen e njëri tjetrit, pse jemi krejt një figurë. Ndërsa Allah thotë na bëni të ndryshëm që të interesohemi për njëri tjetrin dhe ta tolerojmë njëri tjetrin, ta duam njëri tjetrin. T'ja mësojmë kulturën atij, t'ja mësojmë civilizimin atij, t'ja mësojmë natyrën atij, se këto natyra, këto kultura, këto civilizime, këto lloje, këto sifate të njerëzve i krijoi i madhi Allah se ai deshi kështu.
Edhe neve nuk mund të përzihemi në dëshirën edhe vullnetin absolut të Allahu xhaleshanu. Pse njerëzit i bani të ndryshëm? I bari nga shkaku se ai kishte qejf që ne të njihemi me zvete. Gurbeqit tonë njihen me gjermanët atje, ashtu? Njihen me italianët, njihen me belgët, njihen me suedezët, njihen me amerikanët, njihen me zvicranët e kështu me radhë. Edhe ato njihen me kulturën tonë, edhe çdo njëri prej nesh duhet t'ia shes më të mirën atij, sikur del në pazar të shesish. Ose ke butikun, ose ke dyqanin tënd. A don ati i mishterisë që shesish mallin e keq të kalbët apo të mirin? Më të mirin, pse? Ta tërheqish edhe të dale nami dhe zani që kjo shitore apo ki lokal ka mall të mirë. Edhe ne jemi si njëjti si ai lokal, si shqiptar, si musliman, të cilët duam apo duhet të ju servojmë të tjerëve atë më të mirën që e kemi në zemrat tona edhe në kulturën tonë të përgjithshme, fetare, kombëtare kështu me radhë. Pse? Se krejt duan të njihen me ne, edhe ne duam që të njihemi me ata. Allahu xhaleshanu kështu i krijoi. Ai deshi kështu që ne të njihemi. Wa akramakum indallahi atqakum, ndërsa më i miri prej jush, më në fund të ajetit, më i miri prej jush kush është? Inna akramakum indallahi atqakum. Më i miri është ai që është më i devotshëm te Allahu dhul xhelal. Më shumë që ka frikën Allahu dhul xhelal. Atëherë, ne si kom, ne si popull, ne si karakter njerëzor, duhet që të pajisimi me shumë cilësi të mira, mes tyre të veshim petkun e devotshmërisë. Nëse nuk din të aktrosh, nëse nuk din të filozofosh, nëse nuk din të shesësh mend, atëherë çfarë do bësh? Veshu me petkun e devotshmërisë, më së miri, edhe ai tjetri do të pranoje më mirë. Dhe e shohën se je besimtari sinqert gjermani, edhe do thotë që besimtari sinqert nuk e han hakun tim, nuk shkruan sahat tepër kur do punoje te firma jeme. Prandaj kërkon Allahu dhul xhelal, edhe këtu na përgatitën, para mendoni, na përgatitën që të jemi çfarë? Më së tepërmi të kemi frikë Allahut. Nëse ke frikë Allahun, Allahu do i rregullojë raportet tuaja me shefin gjerman, zvicran, italian, amerikan, çfarëdo që jetë ai. Allahu xhaleshanu si na përgatitë si grup njerëzor. Këtu unë kam përfshirë 4 grupe, nuk e di a do kemi kohë që ti i spjegojmë të gjitha. Mirë po, këto grupe Allahu xhalani ka përfshirë në 4 kategori. Do me thonë, 4 grupe njerëzish kemi sa i përket raportit të njeri Allah apo njeri Zot. Ky raport si ndërtohet edhe si kërkon këtë raport Allahu xhalal, që njeriu besimtari musliman ta ndërtoj mes tij dhe mes Allahut, që të jetë i mirë me njerëzit tjerë. Sepse kjo është një trekëndsh të dashur vëllezër, shumë i rëndësishëm dhe interesant është. Allahu disa herë të vlerëson edhe si je me tjerët, si je me familjen tënd, si je me gruan tënd, si je me djalin, si je me vajzën, si je me gjithë anëtarët e familjes, si je me kujshin, kjo është shumë e rëndësishme. Si je me axhallarët, si je me katundarët, me bashkëshatarët, apo me bashkëqytetarët tuaj. Nëse ato dëshmojnë për mirësinë tënde, edhe Allahu dëshmon për mirësinë tënde. Ta dish, dashullah. Ka një hadith e pejgamberit alayhis salam që thotë, kujt i dëshmojnë për mirësi 40 veta gjatë varimit, Allahu ja ka bërë hak xhenetin inshallah. Nëse xhenazës tënde i thuan 40 veta, mirë është, njeri mirë ishte. Na vjen kërë, të paktën 40 veta, hiç më tepër, të dëshmojnë se edhe dëshmia është një tregues shumë interesant është. Dëshmia e njerëzve tregon që ti ke qenë vërtet i mirë ose i keq. Dëshmia e njerëzve është shumë e rëndësishme. Mund të folin keq një 3 veta për inat, amon 37 veta tjerë nuk folin keq për inat. Ato do tregojnë të drejtën ndoshta inshallah. Prandaj Allahu dhul xhelal kërkon që këtë raport ne ta rregullojmë me njerëzit, që ky raport të rregullohet edhe me Allahun dhul xhelal. Edhe e kundërta është. Nëse ne e rregullojmë raportin tot me Allahun, Allahu thot: "O Xhibril, dije se unë e kam dashur filanin." Kështu i thot Allahu Xhibrailit alayhis salam. O Xhibrail, se Xhibraili është kryetari krejt melekëve të 7 kaqjeve, është meleku më i madh, është krye meleku. Edhe nëse Allahu thot e don një person, e thret Xhebrailin dhe i thot: "O Xhebrail, unë e dua filanin." Duaje edhe ti, edhe lajmëroj banorët e qiejve
që gjithë ata ta duan dhe inspiroj banorët e tokës që ta duan. Shef sa interesant. Nëse të don Allahu, të duan edhe melekët, kjo është shumë e rëndësishme. Edhe të duan edhe njerëzit. Se vërtet edhe Muhamedit a.s. e kishin inat, po Muhamedi a.s. prishi rahatin atyre në Mekë. Por pastaj e kuptuan të vërtetën dhe ju bashkangjitën mirë, po nuk e donin krejt. Edhe ti mos prit që të duan krejt. Mirë po, ato njerëz të mirë të duan është e rëndësishme. Të mirët të duan, se i miri e don të mirin, i miri nuk e don të keqin. Edhe nuk gabon në këtë vlerësim, nuk gabon në këtë relacion dhe raport që i miri ta ketë inat të mirin. Kjo është e rrallë ose e pamundur është. Andaj, Allahu Dhul Gjelal thot, urdhnon melekun Gjibrail që kjo dashuri për këtë njeri të rregullohet edhe në dynja. Allahu na bëf prej tyre inshallah. Men amile salihan min dhakarin aw untha. Kjo është një kategori e njerëzve dashur vëllezër, është një kategori e njerëzve të cilët e adhurojnë Allahun edhe janë të lumtur në këtë dynja. Dhe janë që një jetë të lumtur në këtë dynja. Do të thonë, lumturia të dashur vëllezër, lumturia në këtë dynja është shumë e lidhur ngushtë me shkakun edhe me raportin tënd me Allahun si e ke. Është shumë e rëndësishme është. Të rejnë, besoni që ju rejnë, ju gënjen, ai njeri që është larg Zotit, larg Kur'anit, larg namazit, larg rrugës profetike, është renacaku i më i madh nëse thotë që jam shumë mirë. Nuk është mirë valla. Me Kur'an, të paktën kjo është analizë kuranore origjinale me kapitullin An-Nahl. Çfarë thot? Men amile minkum amelen salihan min dhakarin aw untha, kush bën punë të mira. Shkoni, shkaku i parë i lumturisë janë punë të mira, mbas besimit në Allahun xhaleshanu. Shkaku i parë për të qenë i lumtur është puna e mirë. Normal, mbas besimit në Allahun. Besimi në Allahun është më kryesorja. Pa ai që beson në Allahun sinqerisht, ai bën edhe punë të mira, ai nuk bën punë të këqija. Men amile salihan, kush bën punë të mira, min dhakarin aw untha, nga ju qoftë mashkull ose femër, çfarë ndodh? Shkoni lumturia si vjen. Edhe ne mundohemi me relakse, lexojmë fjalë motivuese na për internet, na për Facebook, na për Instagram, lexojmë njerëz miliarder si kanë arritur në parë, lexojmë njerëz si kanë arritur në sukses, lexojmë njerëz si kanë arritur në lumturi, por ato janë krejt fallco janë. Krejt falso, besoni, nuk janë të vërteta, vetëm se janë këshilla për të mbledhur like sa më shumë, like, pëlqime, edhe share, edhe komente të ndryshme. Por lumturia e vërtet është ai që beson në Allahun dhe bën punë të mira. Ai ka arritur lumturinë e vërtet. Me Kur'an e keni. Allahu është krijuesi jon. Ai është krijuesi jon. Edhe e din se çfarë i duhet trupit ton për të qenë i lumtur. Ja e din më së miri. Ai e din më së miri. Më së miri e din. Thot, bëni punë të mira do të jeni të lumtur. Interesant. Është vërtetuar psikologjikisht, është vërtetuar që niveli i serotoninës, niveli i dopaminës, që janë hormonet kryesore për hormonet e lumturisë, që krijohen apo hormonet në tru që janë. Hormonet e lumturisë rritën në shkallë jashtëzakonisht të madhe njeriu kur jep sadaka, kur bën punë të mirë. Knaqesh. Nuk knaqesh nga mendje masie, stakfirullah. Po knaqesh se Allahu ta ka mundësuar që ti të ndihmosh dikë. Edhe personin që je ke ndihmuar, kur e shet të lumtur, lumturia jote është 70% më e madhe se sa lumturia e atij që ka marr. Lumturia e dhënësit është shumë më e madhe se sa lumturia e marrësit. Njeri ai që ka Allahu xhanu e ka bërë që të shtrij dorën te dikush tjetër. Por lumi ti që Allahu ta ka mundësuar që të ndihmosh dikë. E kjo punë e mirë. Kjo punë e mirë është. Men amile salihan min dhakarin aw untha, kush bën punë të mirë, qof burr, qof mashkull, qof femër, çfarë ndodhen? Wa huwa mu'minun, normal duke qenë besimtar, atë që thash, ti je besimtar në Allahun